Ka qenë një vit jashtëzakonisht i vështirë për 91 vjeçaren Stella Mendes. Bashkëshorti i saj kishte ndëruar jetë dhe shëndeti i saj po përkeqësoi me shpejtësi. Stella e lënduar nga një rënje, duhej të dërgohej në spital më të afërt, ku u zbuloi diçka që e tronditi atë, mjekët dhe gjithë botën. Si që rezultoi, ajo kishte qenë shtatzan për 60 vjet. 91 vjeçarja Stella Mendes dhe bashkëshorti i saj Gabriel jetuan atë që shumë do ta quanin një jetë ideale. Duke jetuar në qytetin e vogël bregdetar La Boca, në brigjet e Kilit, ata ndanë një lidhje të pathyeshme që i mbajtje të martuar për 74 vjet. Edhe pse çifti nuk jetonte në një vilë luksoze, ata gjithmonë arritën të bënin një jetë modeste. Puna e Gabrielit si peshkatar siguroi që çifti të kishte gjithmonë ushqim në tryez. Megjithatë, në janar të vitit 2015, jeta e Stellës do të ndryshonte në mënyrë dramatike, duke çuar në një zbulim të pabesueshëm. Fillimi i vitit 2015 rezultoi të ishte shumë i vështirë për Stellën. Martesa e saj 74 vjeçare mori fund kur një mëngjes u zgjua dhe zbuloi se Gabriel kishte ndëruar jetë në heshtje në moshën 91 vjeçare. Stella ishte vetëm një vit më e re dhe duhej të përballej me realitetin e përditshëm të mbijetuarit vetëm në shtëpi dhe të menaxhimit të gjithçkaje pa ndihmën e burrit të saj. Pas 3/4 të një shekulli, duke ndërtuar një jetë me shpirtin e saj binjak, humbja ishte e pallogaritshme. Ata kishin kaluar shumë gjëra bashkë dhe kjo përfshinte edhe disa kujtime që ishte më mirë t'i harroje. Stella dhe Gabrieli gjithmonë kishin ndjerë keqardhje që nuk mundën të kishin fëmijë. Arsyeja pse Stella nuk mund të mbetej shtatzën mbeti një mister për dekada me radhë. Megjithatë, vetëm disa vite para vdekjes së bashkëshortit të saj, ajo mësoi se kishte një tumor të vjetër në mitër. Kjo mund të kishte qenë arsyeja gjatë gjithë kohës, por shpejt ajo do të zbulonte se tumori ishte shqetësimi më i vogël për të. Një vit pas vdekjes së Gabrielit, Stella fatkeqësisht u përball me një sër probleme shëndetësore. Ajo vuri re se dëgjimi i saj filloi të përkeqësohej me shpejtësi dhe lëvizshmëria e saj zvoglua ndjeshëm. Për më tepër, ajo zhvilloi artrit të rëndë dhe gjërat vetëm sa u përkeqësuan pas ditëlindjes së saj të 91. Megjithëse trupi i saj ishte tashmë i dobësuar ndjeshëm, situata u përkeqësua edhe më shumë kur Stella u pengua dhe ra gjatë kohës që kujdesej për shtëpinë. E shqetësuar për rënjen, ajo kontaktoi një mike dhe i kërkoi ta çonte në spital. Mjekët të shqetësuar për gjendjen e saj vendosën t'i bënin një grafi të plotë të trupit. Ata e dinin se në moshën e saj lëndimet serioze mund të kishin pasojat e rënda. Pikërisht, gjatë grafisë, ata zbuluan diçka që i tronditi thellë. Në fillim mjekët që po ekzaminonin Stellën menduan se po shikonin një tumor të vjetër, si ata që ajo kishte pasur më parë. Tumorët nuk ishin diçka e panjohur për të, pasi ajo ishte përballur me kancerin në vitin 1980. Megjithatë, duke dashur të ishin të sigurt për gjetjet e tyre, mjekët vendosën të kryenin një grafi të dytë. Ishte pikërisht atëherë që kuptuan se kishin bërë një gabim të madh në diagnozën fillestare. Pas një analize të kujdesshme, ata arritën në përfundim se Stella nuk kishte kur një tumor në mitër. Ajo që mbante brenda nuk kishte një tumor, por diçka shumë më tronditëse. Stella teknikisht kishte qenë shtatzën për dekada të tëra. Ajo mbante brenda saj mbetjen e një fetusi të vdekur prej shumë kohësh. Por tronditja më e madhe erdhi kur mjekët zbuluan se sa kohë kishte që fetusi ndodhej në trupin e saj. Pas ekzaminimeve të hollësishme, ata përcaktuan se Stella kishte qenë shtatzën për rreth 60 vjet. Ky ishte një lajm tronditës për Stellën. Gjatë të gjithë jetës së saj, ajo dhe Gabrieli kishin dashur vetëm një gjë, të kishin një fëmijë. Ata kishin jetuar me mendimin se nuk mund të kishin fëmijë, ndërkohë që gjatë gjithë kësaj kohe një foshnjë e palindur kishte qenë brenda saj për më shumë se gjysmë shekulli. Realiteti i situatës së saj tronditi Stellën në mjekët dhe banorët e komunitetit të tyre të vogël në bregun e Kilit. Shumë pak njerëz kishin dëgjuar ndonjëherë për një rast të tillë kaq të rrallë dhe të pazakontë. Megjithatë, siç rezultoi, gjendja e Stellës nuk ishte aq e panjohur sa mund të dukej fillimisht. Ajo çka kishte përjetuar Stella quhej lithopedion, një gjendje e rrallë që prek një përqindje shumë të vogël të grave në botë. Këto fetuse njihen si foshnja gur dhe ndodhin kur një fetus fillon të zhvillohet jashtë mitrës së një gruaje shtatzën. Në shumicën e rasteve kjo gjendje është shumë e rrezikshme si për nënën ashtu edhe për foshnjën dhe nëse nuk trajtohet në kohë mund të jetë fatale për të dy. Megjithatë, në disa raste nëse fetusi është i vogël dhe i pa zhvilluar, trupi nënës mund të përthith gradualisht. Por kjo nuk ndodhi me Stellën. Ajo që mjekët pa në trupin e saj ishte një rast aq i rrallë, saqë nuk kishte ndodhur pothuajse kur në historinë moderne të mjekësisë.
Fetusi kishte qenë shumë i zhvilluar për të përthithur nga trupi i saj dhe me kalimin e kohës ai ishte kalcifikuar brenda mitrës. Normalisht, në rastet e tilla pacientët i noshtrohet një operacioni për heqjen e fetusit të kalcifikuar. Por për Stellën, operacioni nuk ishte një opsion. Në moshën 91 vjeçare, trupi i saj ishte shumë i dobët për të përballuar një ndërhyrje të tillë të rëndë. Mjekët vendosën se nuk mund të rrezikon jetën e saj duke e futur në operacion. Megjithëse ky lajm mund të kishte qenë zhgënjyes për dikë, Stella e priti me qetësi dhe maturi. Për të, fetusi brenda saj nuk ishte një bar apo një kërcënim për jetën, por një lidhje e fundit me dashurinë e jetës së saj, Gabrielin. Nga një këndvështrim, ëndra më e madhe e Stellës dhe Gabrielit kishte qenë pranë tyre gjatë gjithë kohës, por ata nuk kishin pasur mundësi ta përjetonin atë së bashku. Kjo ishte tragjike në vetvete, por për Stellën ajo ishte një e vërtet çliruese. Për dekada të tëra ajo kishte ndjerë dhimbje dhe faj për faktin se nuk mund të bëjë nën. Ajo e kishte kaluar gjithë jetën me një ndjenjë të vazhdueshme se i mungonte diçka e madhe, ndërsa motra dhe shoqet e saj kishin pasur fëmijë. Ajo kishte qëndruar e vetme, duke mos e ditur kur arsye në vërtetë. Tani më në fund ajo e kuptoi të vërtetën. Faji që e kishte rënduar për kaq shumë vite filloi të zhdukej. Ajo nuk kishte qenë kurrë e paftë për të pasur fëmijë, por thjesht ishte përballur me një rast të rrallë mjekësor. Ishte një zbulim i jashtëzakonshëm dhe lajmi u përhap shpejt. Së shpejti historia e Stellës u bë virale, duke tërhequr vëmendjen e mediave jo vetëm në Kili, por në gjithë botën. Gazetarët nga vete të ndryshme filluan të udhëtonin drejt qytetit të vogël La Boca për të takuar gruan që kishte mbajtur një foshnjë të palindur në trupin e saj për 60 vjet. Shumë prisnin që Stella të ishte e tronditur dhe e dërmuar nga gjithë kjo vëmendje dhe nga e vërteta e re që kishte zbuluar për veten. Por ajo e habiti të gjithë me qetësinë dhe forcën e saj. Kur gazetarët e rrethuan për të bërë pyetje, ajo i shikoi drejt në sy dhe foli me një elegancë dhe qetësi të rrallë. Edhe pse kishte humbur bashkëshortin e saj të dashur dhe kishte zbuluar diçka që do ta trondiste këdo, ajo nuk u dorëzua para trishtimit. Ajo mbante bastonin e saj fort në dorë dhe u përgjigj pyetjeve me një ton të qetë dhe plot mençuri. Historia e saj i bëri përshtypje botës, jo vetëm për shkak të zbulimit mjekësor të rrallë, por edhe për forcën e jashtëzakonshme të saj si grua. Ajo e kishte kaluar gjithë jetën përballë sfidave të mëdha, por kur nuk kishte lëkundur mendimet. Dhe ky e bëri atë një shembull të rrallë të forcës dhe dinjitetit njerëzor. Të dashur shikues, çfarë mendoni për këtë histori? Na shkruani mendimet tuaja në komente më poshtë dhe nëse ju pëlqeu përmbajtja jon, mos harroni të shtypni butonin pëlqej dhe të abonojeni në kanalin për më shumë. Faleminderit.